Në fakt tani do ta kisha kënduar atë këngën Çuni mami të gjithë lezet e ka mami me kimet. Në fakt është një këngë tironse që fiks i qan Lajert Vasilit. Megi Pojani, mega ylli i medias shqiptare, ka zbuluar dashnoren e Lajert Vasilit. Lajert Vasili që ka në një lidhje dashurie më në fund. Ju e dini shumë bukur që në Big Brother, jashtë Big Brotherit është përfolur a gjeti Lajerti nuse, kur do na martohet Lajerti, shqiptarët kanë qenë në hall të madh. A do martohet, as do martohet, kur do martohet, a do gjej nuse, çfarë po ndodh me Lajertin, mos kanoj të dashur, dhe Megi Pojani, si trimëresh që është, një të kapur telefonin Lajertit dhe ja zbulon mesazhet me dashnoren. Moderatorja e njohur Megi Pojani ka zbuluar në përputhen detaje ekskluzive nga bisedat e saj private me Lajert Vasili në Instagram. Pyetjet e saj rreth marrëdhënieve të aktorit të njohur kanë hapur diskutime të papritura për jetën personale të tij. Megi thot, po bën të vështirin me mua, i thot. Lajerti thot, unë të vështirin me ty? Unë i thot ta kam lehtësuar fare. Ndërsa Megi i thot, kam disa mesazhe shumë konfidenciale me Lajertin në Instagram. Nuk e di, mendoj që njerëzit do duhen të më paguanin duhet të më paguanin thot shumë para për ti dëshmuar. Lajerti thot, mbaj diçka. Megi i thot të shqetëson, Lajerti thot nuk më shqetëson. Megi i thot prish marrëdhënie diku jashtë, e pyetën Lajertin. Lajerti thot jo fare. Megi i thot të ftojnë nëpër studio, të vendosin me shpatulla pas murit, e din ata që ti përballesh me uqër dhe të pyesin a është Lajerti në një lidhje dashurie? Dhe Lajerti thot po pra ç'tu them unë. Dhe Megi i thot po ti e thua këtu se nuk je problematik, nuk ka probleme me përputhen. Dhe Lajerti thot asnjëherë. Megi thot ekskluzivisht i lë për në programin ton. Do me thënë, Lajert Vasili është në një lidhje dashurie që në kupton së shpejti mund të kemi një dasëm të madhe, mund të kemi një gjë të bukur që Lajert Vasili të na kënaqën shpirtin, të na e mbushën zemrën gjithë dashuri, sepse do të jetë i mrekullueshmi i cili do të martohet së shpejti. Dua të marr mendimin tuaj.